unë jam back në Tiranë, thash të bëjmë një get ready with me dhe ndërkohë që ne bëhemi gati, t'ju tregoj për aventurën që unë kam bërë këto 24 orë në Londër. Guys, gjërat që më kanë ndodhur mua këto 24 orë, unë nuk di t'ju a them. Domethënë më duket si një film, really. By the way, I'm using my base që I always use from Embryolisse. Pra, kam shkuar në Londër literalisht për 24 orë, pra arritëm shumë herët në mëngjes. Shkuam për të pirë një kafe, për të hëngur një drek, për të bërë pak shopping dhe do u kthenim prap në darkë. Pse jo, një natë plot qef me shoqëri në Londër. Duke qenë se është edhe shumë afër si sa tani është bë Londra 2 orë 50 dhe shkon shumë shpejt, vjen shumë shpejt. Problemet filluan që natën e parë. Unë isha me një shoqen time dhe duke që jemi ndoshta mësuar duke i patur gjërat shumë gati, sepse në fakt një shoqe jon tjetër zakonisht i bën kur lëvizim bashkë, zakonisht i bën gjithë to bookings gjërat për ne dhe unë si tralala që jam nganjëherë e mora gjën shumë lehtë. Dhe se si unë kataruam me njëra tjetrën, unë e pyes në cilin aeroport do shkojmë ne? Do shkojmë në Stansted, më tha, okay, dhe i them unë perfekte, po rezervojmë një hotel aty afër. I'm using my CC cream që e përdor gjithmonë me SPF Izet sot. Kam edhe një 30, kjo është Izetja. Dhe i them, okay, great, duke qenë se do arrim shumë herët në mëngjes, e mira është të rezervoj një hotel aty afër. Shkojmë flejmë 2-3 orë dhe pastaj ne mund të zjohemi në një orar të përshtatshëm 8-9. Jemi edhe të fjetur, jo shumë të lodhura dhe mund të vazhdojmë aventurën tonë. Super. Rezervoj unë hotelin, më bëj gjithë pagesën, e bëj të gjithë gjën. Hypim në avion ne, gjithë në Terezin tonë, kupton? Dhe pastaj ku arrim ne në Londër, hapim si të vëdall, prit se kë aeroporti nuk është Stansted. Ku jemi ne? Jemi në aeroport tjetër. Okej, super. Pra, ne kemi arritur në një destinacion ku nuk kemi ku të flejmë. Super, okej, sa zbret pa e morëm. Të pak të njëmi tipa shumë këshu allegro. Thash, faji im nuk ka ndonjë gjë, janë gabime që ndodhin, gjëra, morëm shumë të qeshur dhe morën në telefon një hotel tjetër që ishte hapur shqyqyr në atë orar shumë afër aty ku ishim, edhe ato kishin një dhomë. Kështu që shkojmë ne, përfundojmë në hotelin tjetër, shumë bukur, e morëm të paktën të gjithën e morëm me qeshmen. Dhe në vend që ne shkonim për të fletur, ne kemi përfunduar thjesht duke bërë muhabet dhe duke qeshur për të gjithë situatën që kishte ndodhur dhe nuk fletëm fare, kështu që koço u lodhëm, po nejse. Të paktën 2 orë gjumë që bërëm rahat në kushte shumë të mira. Dhe zgjohemi në mëngjes, hypim në taksi dhe vazhdojmë për tek Harrods, ku e kishim destinacionin për të bërë shopping. Shkojmë atje, hajmë mëngjesin, bëjmë shopping, bëjmë qefet tona, Terezin ton, shumë bukur, tita vazhdon. Dhe kishin ndodhur një dy situata të tjera gjatë ditës që ishte shumë funny, por që tham, okay, sri keq, aty shkofshit, it's okay, s'ka gjë, vazhdojmë ne me pozitivitetin ton. Tani vjen ora 2. Ne në orën 6 kishim avionin. Vjen ora 2 dhe themi ne, okay, super, kemi besojmë mjaftu shumë kohë që të bëhemi gati, të nisemi avash, marrim taksin dhe shkojmë për në aeroport. Dhe dita jonë në Londër fantastike do përfundonte. Tani ndodh që ne përprisnim një porosi. Ky porosie që do na vinte u vonu shumë, pritneska, dhe s'mund t'iknim do të pa këtë porosin, pritneska, në ka arë porosia 1 orë me vones. Okej, tham ne prap, jemi shumë herë deri në 6, sa të shkojmë ne 1 orë në aeroport, është mjaftu shumë kohë. Pavarësisht se kishim dhe valixhe për të bërë check e këto gjëra, tham it's okay. Ne do ja dalim, pozitiviteti është në anën tonë dhe ne do e manifestojmë që ne do arrim. Se jemi manifestuese shumë të fuqishëm. T'iknim do të pa këtë porosin, pritneska, në ka arë porosia 1 orë me vones. Okej, tham ne prap, jemi shumë herë deri në 6, sa të shkojmë ne 1 orë në aeroport, është mjaftu shumë kohë. Pavarësisht se kishim dhe valixhe për të bërë check e këto gjëra, tham it's okay. Ne do ja dalim, pozitiviteti është në anën tonë dhe ne do e manifestojmë që ne do arrim. Se jemi manifestuese shumë të fuqishëm. Marrim në taksin, hypim në taksi për 45 minuta që ne ishim duke pritur në taksi, ne mund të kemi hecur
një rrugë që mund ta kishim bërë në këmbë për 10 minuta. Gjithë Londra komplet e bllokuar. Donte që ajo ditë që ne kishim shkuar në Londër ishte një event shumë i madh në qendër dhe të gjithë rrugët ishin të bllokuara. Kështu që ne 45 minuta kemi ndenjur në një rrugë pa lëvizur fare dhe thjesht na vinte për të qeshur se domethënë, okay, të kishim futur në internet dhe të kishim kërkuar evente që do ndodhin atë ditë në Londër, do na kishte dalë, po në këtë situatë nuk, me thënë të drejtë, nuk është se kishim se si ta dinim që ishte ky eventi. Dhe asnjë s'na kishte thënë gjithashtu, kështu që unë po që e kisha harruar fare që ta kisha vrap pak me e kisha ditë që në filan ditë çdo vit në Londër bëhet ky X event. Por nejse aty që me bët, edhe nuk rrinim do të një natë se kishim shumë punë të nesër, men. Okej, fotemi në internet të prejmë biletet të reja në aeroport komplet tjetër, në anën tjetër të Londrës, që të paktën të arrinim në shtëpi atë natë. Prap me qeshme të paktën, me pozitivitet, munduam të gjenim biletet të reja, i prevëm, edhe i themi taksigjistit, taksirat, ke bë këtë trup, të kthehesh mbrapsht të shkosh në anën tjetër të Londrës se ne jemi në aeroport tjetër. Okej, thot ai, pa merak, kthehemi ne pa do që edhe ajo rruga për të shkuar te aeroporti tjetër që ne ishim gjatë akoma përpara, pra ishte nga ora 5-6 tani, u fluturimi jon ishte 11 darkës, na është dash, mund të them 3 orë gjys, paktën 4 orë për të arritur në aeroport, saqë tham me vete, inshallah do e kapim dhe këtë fluturim. Gjithkohës në panik, në stres, sa arritëm në aeroport, sa bëm check-in çantat, kishte shumë njerëz, futëm në security, që kur kemi arrit te gate-i, na ra shpirti rahat, edhe tham, o zot shqyqyr që po ikim në Tiranë. Dhe kur kemi hipur në avion, gjithashtu prap, vetëm na vinte për të qesh për të gjithë këto situatat që na kishin ndodhur gjatë gjithë kësaj dite, që ne shkum si për një aventurë, për një drek për qef në Londër, po na doli prej hundësh, dhe aq lek se kemi harxuar vetëm me bilete, taksi edhe këto budalliqe, mund të kishim shkuar me një pushime shumë të bukur në një vend shumë të mirë, për aq sa hëngëm thjesht një drek në Londër. But, you know, të paktën përfunduam me këtë histori shumë të bukur që ta shihoni ju sot, ndërkohë që unë bëhem gati. Por, unë jam në mendimin që gjithçka ndodh për një arsye. Dhe gjatë gjithë kohës që ne po shkojmë për në aeroport, unë po i tregoj kësaj shoqes time që gjithçka ndodh për një arsye. Unë mendoj që arsye pse ne nuk kemi përfunduar taj avioni, se unë kur nuk isha humbur avion në jetën time, ishte hera parë dhe I was like, okay, s'më ka ndodhur asnjë herë për këto gjëra. Dhe i them unë asaj, jam e bindur që ka patur një arsye që universi, zoti, fuqia të më të mëdha, do donim që ne të ishim pikërisht në këtë avion sot me këta njerëz. Ka diçka këtu. Dhe vërtet është që kur ne hypëm në avion, ne takuam një shoqin ton që kishim shumë kohë pa u takuar, dhe literalisht universi ka desh që ne ta takonim atë vajzën, ne të bënim një ex-bisedë shumë të bukur me te, për të arritur një konkluzion po aq e bukur. Dhe kur kam zbrit nga avioni, I said to myself, kjo është arsye pse ne duhet ishim patjetër sot në këtë avion, kjo është arsye pse ne humbëm avionin. And the moral of the story is, nganjëherë kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç e mendoni ju, thjesht thoni me vete që diçka më të mirë po vjen, ose plani i universit po pret me mu diçka shumë më të mirë, shumë më të madhe, shumë më të nevojshme, dhe ka një arsye pse kjo gjë ndodhi. Mbase nuk do ja di konkluzionin sot apo nesër, apo mas x kohë. Për shembull, për mua ishte fati që unë kuptova aty pse unë duhet isha në këtë avion. Por ndodh rasti që ti do e marrësh vesh mas një muaj, mas një vit, mas x kohë, dhe kur ta kuptosh, nëse vetë menjëm mjaftueshëm, do thuash, okay, kjo është arsye pse kjo gjë ndodhi. So, always be happy, always be positive, guys, because everything happens for a reason. Dhe kismetin tënd, gjërat e tuja, what is meant for you will always find you. You cannot find it. The law of attraction, the law of the universe is real, guys. So, yeah, kjo ishte historia e just që më ndodhi mu këtë fundjavë.
Tani sot është dita hënë, ne kemi nisur javën e re, na presin shumë punë, shumë projekte të bukura, bashkëpunime të bukura. E mira është që në këtë periudhë që është, si me thënë, dhjetori, Christmas, festat, punët për ne influencer zakonisht dyfishohen, bën shumë më të mëdha, kemi, mund të themi, sezonin më busy që kemi ne është kjo nëntori deri në fund të dhjetorit, se fillimi i janarit zakonisht është çik më chill, po në këtë periudhë ne punojmë shumë fare. So unë jam really full me projekte, me bashkëpunime, me gjëra të bukura. It's very exciting. Por gjithashtu këtë vit, ndryshe nga vjet, kam vendosur të marrë disa pushime, sepse vjet nuk dola fare, kam qenë shumë e busy me punë vjet, me thënë të drejtën, kam qenë gati çdo ditë me një event, me një bashkëpunim, kemi qenë shumë rrumushme vjet. Kështu që këtë vit do e marr pak më calm dhe do e shijoj pak edhe për vete, edhe në shtëpinë time të re, do bëj ca gjëra me Charlin të bukura, do bëjmë ca biskota, do vej me pemën, se kam thënë që do vej pemën, po nuk kam patur kohë që ta nxjerr, e kam marrë te shtëpia, pemën, gjithë gjërat që më duhen, dhe do gjej një moment që të marr Charlin, të ulemi të dy bashkë, se i ka shumë qef ta bëj, dhe do e bëjmë bashkë pemën tonë të bukur, të zbukurojmë çik shtëpinë, bëjmë to biskota gjërat që bëhen zakonisht në këtë periudhë, dhe thjesht do e shijojmë shtëpinë e re bashkë në periudhën e festave, me zbukurime, me gjëra të bukura. Do ju updatoj edhe pak për shtëpinë, sepse kam akoma shumë gjëra për të bërë në shtëpi, pa besoni. Shtëpia nuk mbaron kurrë, edhe të paktën e kam fjetur pak menjën për këtë gjë që literalisht shtëpia nuk mbaron kurrë, dhe sado që unë të dua që kjo shtëpi të përfundoj sot për nesër, it's not gonna happen. Kështu që të paktën e kam flet menjën, sepse është edhe gjë kur ti je një shtëpiake ose nuk është se je aq i impenjuar dhe ke kohë gjatë gjithë kohës thjesht të merresh me shtëpinë, po unë punoj gjatë gjithë kohës dhe gjithë gjërat e shtëpisë po i bëj vetëm. So është pak e vështirë kur nuk ke ndihmë nga kjo anë dhe duhet të menaxhosh shtëpinë bashkë me punën, bashkë me fëmijën. Është pak e lodhshme, but do ja dalim, you know, cause derisa kemi dalë deri sot do vazhdoj t'ja dalim, so it's okay. Dhe yeah, I'm gonna show you updates të gjërave të punimeve që kemi bërë, sepse kemi bërë ca gjëra ndryshime në shtëpi dhe kanë dalë shumë cute. To show you. Më vjen gjithashtu pas pak ditësh ishulli që kam kështu kohë pres. Dhe kemi bërë një ishull shumë të bukur, so I cannot wait to show you. Sa bukur më ka dalë një zonë të shtëpi që kam si tip mini bar, vend për me bërë ca cocktails, gjëra shumë bukura, and yeah, I'm gonna update you guys. You do have a great